E falenderojmë Allahun me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta, siç meriton madhështia e tij të falenderohet. O Zot, ty të qofshim falja Allah. O Zot, ty të falenderojmë pafund për mirësinë dhe begatin që na fale, na dhurove. Shtoje ja Rabbi mirësinë dhe begatin për gjithë secilin prej nesh, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Orientoj zemrat edhe mendjet tona, ja Allah, por tek më e mira, më e bukura në rrugën tënde, për në rrugën e njerëzve të mirë, rrugën e profetëve dhe uliave tu, ja Allah, dashurve tu. E kur, o Zot, mos i devijo zemrat tona mbasi udhëzove ato. Ti e udhëzuesi, ti e orientuesi. Dëshmojmë nga thellësia e zemrës me bindjen dhe sigurinë më të madhe se i vetmi që me drejt meriton adhurim. Askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, Allahu xhalleshanu. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatat e selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri, atij familjes tij të pastër, shokëve tij të nderuar, ja Rabbi, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e bukur, ja Allah, në këtë jetë, sa të ketë ymër kjo dynja. Në hadithin e vërtet dhe të saktë, në një hadith të bukur nga Ebi Dherri dhe Muadh ibn Xhebeli, dy nga shokët e profetit, paqja e Zotit qoftë me ta, transmetojnë se dërguari i Allahut ka thënë: Ittaqillaha haythu ma kunt. Friksoju Allahu xhalleshanuhu kudo që të jesh. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dhe pasoje të keqen, veprën e keqe me vepër të mirë, se e mira e fshin të keqen, qofshim fal Zotit. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dhe me njerëzit sillu me moralin dhe me sjelljen e mirë. Një hadith shumë përmbledhës, tre porosi shumë të thjeshta dhe shumë të bukura, por që rregullojnë jetën tonë. Është një nga hadithet më të rëndësishme të fesë, nga orientimet më të bukura prej Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, hadith që duhet ta kemi parasysh dhe duhet ta kemi vallën vesh gjatë gjithë kohës tonë. Gjatë gjithë jetës tonë në 24 orë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, friksoju Zotit në çdo gjendje dhe në çdo kohë, në çdo moment. Sidomos kur je vetëm dhe ke vetëm vështrimin e Allahut xhalleshanuhu. Nuk ke vështrimin e njerëzve, nuk ke vështrimin as të organeve kompetente të institucioneve, je vetëm për vetëm me Allahun xhalleshanuhu. Aty tregohet devotshmëria dhe aty tregohet sa e ke në shpirt Allahun xhalleshanuhu, kur ke frikë vetëm Zotin dhe askën tjetër. Sidomos kur ke në dorë ti bësh keq dikujt, e ti rezervohesh edhe friksohesh se ke frikë Allahun xhalleshanuhu. Sidomos kur ke në dorë të bësh hile, por se ti tërhiqesh sepse ke frikë dënimin e Zotit xhalleshanuhu, e kujton Allahun xhalleshanuhu. Sidomos kur ti është duke të sosur durimi, po të humb durimi, e megjithatë ti kujton xhenetin e Allahut xhalleshanuhu dhe e kujton se engjëjt e Zotit xhalleshanuhu do t'i thonë besimtarëve: Selamun aleikum bima sabartum. Kur ti janë duke hyrë në dyert e xhenetit, masi kanë fitu verdiktin hyjnor. Paqja e Allahut qoftë me ju për durimin që keni bërë, që keni ecë te e mira dhe jeni larguar nga e keqja. Sidomos kur je në vështirësi, kur je në një moment vështirësie që mendja nga nuk të shkon mendja me shku edhe te harami dhe ke e keqja, edhe ke rrugët që nuk janë të ndershme, te rrugët që janë të pista. E ti kujton dashurinë e Allahut xhalleshanuhu, që e ke në shpirt edhe në zemër, edhe tërhiqesh për hatër të Zotit xhalleshanuhu dhe rrin tek e mira. Çfarë është devotshmëria? Se shumë vetë thonë devotshmëria, ti je i devotshëm, ki frikë Zotin, tregoj i devotshëm. Çfarë është devotshmëria? Është thjesht fare një fjali. Të bësh pengesë ose të bësh një perde mbrojtëse midis teje dhe midis dënimit të Allahut xhalleshanuhu. Si bëhet kjo perdja mbrojtëse?
duke bërë obligimet e tuja dhe duke u largu nga e keqja që ka lidhje në raport me Allahun ose në lidhje në raport me njerëzit. Ti je njeri pozitiv, ti je njeri i mirë. Ti je njeri që ke frikë Zotin, e njeh Allahun xhaleshanu me shpirt e me zemër. Kjo është devotshmëria. E ka pyetur një ditë Emiri, prisi besimtarëve Omer ibn Khattabi e pyeti Ubej ibn Kabin, një nga sahabët, dhe i thot: "Çfarë është devotshmëria?" Thot: "Ma trego." Thot: "Është kollaj," thot, o prisi besimtarëve. "A ke ecë ndonjë ditë," thot, "një rrugë me gjemba?" "Po," thot, "kam ecë." "Çfarë ke bërë?" Thot: "Kam bërë kujdes," thot, "mos shkel ndonjë gjemë." Kjo është devotshmëria, thot. Të ecësh, thot, jetosh, edhe të ruhesh, mos bish mëkat, mos bish në gjunafe, mos i hysh në hak kujt, mos i bësh dëm kujt, mos sënosh kënd. Ti jesh i mirë me të gjithë, mundohesh pra të jetosh me mirësi edhe me hallallik. Kjo është devotshmëria, thot. Ndërsa Ibnul Mu'taz, një nga poetët, nisur nga kjo histori midis Omerit dhe Ubejit radhiyallahu anhuma, Zoti qoftë i kënaqur me ta, tha: "Khalli dhunube ka saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. Wasna kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa." Lëri mëkatet, dvogla apo të mëdha qofshin ato, nëse devotshmërinë synon, pra që të arrish. Dhe vepro, thot, si ai që ka marrë rrugën me gjemba, thot, që shumë kujdes tregon që mos shkelin ndonjë gjemë. Mos në mblefso, thot, as një nga mëkatet sa do të vogla qofshin ato, se në fundit edhe mali më i madh nga guralecët përbëhet. Nga guralecët edhe nga gurët përbëhet. Pra ti kujton se kjo është e vogël, se kjo, s'ka problem çai boni me i shkeli çik filanit, me i hongër i çik hakun filan, nuk ka problem. Kjo nuk është devotshmëria, pra këtu kur i hap rrugën keqes me të vogla apo të mëdha, tregon që ti nuk e ke në shpirt Allahun xhaleshanu siç duhet, se po ti friksohesh Zotit dhe ti je njeri i devotshëm, nuk e mendon që ti hysh në hak kujt, qoftë pak ose qoftë shumë. Nuk e mendon që të bësh mëkat, qoftë pak ose qoftë shumë. Prandaj, vëllezër nderuar dhe motra muslimane, kam pasur përpara. Ka pasur përpara që mëkati, Zoti na ruaj, lën shenjë pamje njeriu. Ai që është njeri i devotshëm, edhe nëse nuk është njeri me fizionomi shumë të bukur, por se ka nur dhe ka dritë në fytyrën e tij, subhanallahu. Që i adhuron Allahu xhaleshanu nga shpirti, rrezaton nga zemra e tij e pastër, njeriu mirë, ka nur në fytyrë. Dhe kam pasur përpara që njeriu mund të ta punojë një mëkat në shëtësi, fa yusbihu alayhi madalla. Gëdhin të nesërmen edhe ka hijen e mëkatit në pamjen e tij, Zoti na ruaj. Megjithse është mundu me mçef, o nuk ju kam qef dot edhe nuk im qife dot shikimit edhe vështrimit Allahu xhaleshanu. Ai i cili është i devotshëm, e dukshme dhe e padukshme i barazohen. Kur është vetëm ose kur është në publik barazohet. Ai që e beson Zotin xhaleshanu me shpirt e me zemër. Thot Allahu xhaleshanu: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin." Shpejtoni, thot, shpejtoni për në faljen, për të fitu faljen e Allahu xhaleshanu dhe xhenetin, gjerësia e cilit është sa qejt edhe toka, e ka përgatitur Allahu xhaleshanu për të devotshmit. Për ata cilët, pra tham neve, e kanë frikë Zotin xhaleshanu realisht. Prandaj thot profeti alayhi salatu wassalam: "Ki e frikë Zotin edhe tregohu i devotshëm në çdo moment jetës edhe në çdo vend, jo vetëm në xhami, po edhe jashtë xhamie. Jo vetëm kur ti je në shpitatë, po edhe me ata cilët ndron lekë dhe ke punë, aty duket devotshmëria, sa i devotshëm je kur ja ruan hakun tjetrit ashtu siç duhet, edhe mundohesh të rishke e jotja, pa te i kalu hakun tat edhe gjërat që të takojnë ty. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Porosia e dytë, nëse ndodh që e bën një gabim ose e bën një mëkat, kush është zgjedhja? Ne e dim shumë mirë teubja, istighfari, patjetër, sadakaja. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Bëje, veproje një vepër të mirë mbasi e ke bën një të keqe." Pra nëse ndodh, se njerëz jemi, Zoti na ruaj, Allahu na fal, bëjmë gabime, na rrëshket këmba. Kthjellohu, thot, bëje një vepër të mirë, sepse e mira e fshin të keqen. Pra imagjino edhe në momentin
kur njeriu dëshpërohet ose pezmatohet se bin mëkat, nuk lën profeti alayhi salatu wassalam që të bish në pesimizëm, po thot, ka shpresë për ty, thot. Ka shpresë për ty, sa do i madh qoftë gabimi ose mëkati. Ktheu, bëj një vepër të mirë. Nëse i ke hyrë në hak dikujt, shkoj jepja hakun edhe kërkoj Allahlikun. Nëse është midis teje dhe midis Allahut, bëj një vepër të mirë. Ka qenë kohën e profetit alayhi salatu wassalam një djalë i ri, erdhi të dërguarit Allahut dhe ishte duke qajt. Ishte i prekur shumë. Tha, kam bë gabim i dërguari i Allahut. Kam bë gabim shumë të rënd. Kish bëj gjunaf, që kishte lidhje midis tij dhe midis Allahut. I thot profeti alayhi salatu wassalam, sa i zbriti Zoti xhelle shanuhu. Aqimi s-salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Fale namazin në një pjesë të ditës dhe në një pjesë të natës, pra, sepse me të vërtetë veprat e mira i fshin ato të këqijat. Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Dhe i tha, shko, tha, këtë vepër që ke bë, pasoje me veprat mira, që mos lej asnjë gjurmë në zemrën tatë, asnjë gjurmë në shpirtin tatë, po direkt ta zëvendësosh me mirësi, ta pastrosh zemrën dhe shpirtin tatë me lejen e Allahut xhelle shanuhu. Thuhet se prej mirësisë dhe prej mëshirës Allahut xhelle shanuhu, kur njeriu bën një të keqe, Allahu xhelle shanuhu i ka urdhëruar engjëjt mos e shënoni direkt. E pret Zoti xhelle shanuhu se mbase do ta bëj një vepër të mirë që ta fshi. Mbase do i pendohet Zotit xhelle shanuhu që ta fshi me pendimin e tij. Mbase do i kërkoj falje istighfar, pra e istighfari, mbase do bëj një sadaka, mbase do bëj diçka që ta fshi edhe mos i shënohet fare prej mirësisë Allahu xhelle shanuhu. Prandaj mos haro kur vlla ime dhe motra ime, nëse ndodh që bën një keqe, me njëherë pasoje me të mirë, mos e lë shejtanin e mallkum që të vej përfund, edhe të filloj të prishi zemrën dhe të prishi lidhjen tënde me Allahun xhelle shanuhu. Nuk ka njeri që nuk bën gabime. Kullu ibn Adam khata. Nuk ka njeri që s'ka gabime. Dhe gjithë bijtë e Ademit janë gabimtarë, por se më të mirët prej gabimtarëve janë ata cilët pendohen. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dhe me njerëzit sillu në mënyrën më të mirë. Pra nëse ndodh që e bëre një gabim, bëje një vepër të mirë ta fshish kur e ke me Allahun. Kurse kur e ke me njerëzit, ktheja hakun tjerëve. Nëse ke mundësi me ja kthy hakun, është gjë që kthehet. Kërkoj hallalliku nëse s'ke mundësi me ja kthy hakun. Dhe sillu mirë me njerëzit, me formën më të mirë, me sjelljen më të plotë, me sjelljen me moralin më të lartë, sepse Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam na ka mësuar që besimtari duhet të jetë me moral të mirë dhe duhet të jetë korrekt me njerëzit. Do të jetë korrekt edhe do të jetë i respektueshëm me njerëzit. Gjëja më e rëndë në ditën e gjykimit që mund të vendoset në peshorën e veprave, thot profeti alayhi salatu wasallam, është morali i mirë. Nuk thot është namazi i natës, as nuk thot është agjërimi i ditës, por është morali i mirë që ka lidhje pra me njerëzit, me krijesat e Allahut xhelle shanuhu. Dhe gjëja që më së tepërmi do t'i fusi njerëzit në xhennet, kush është, thot profeti alayhi salatu wasallam? Devotshmëria, ajo që tham fillim ty të beston me Allahun xhelle shanuhu, dhe sjellja e mirë me njerëzit. Imagjino sa vlerësohet tek Allahu xhelle shanuhu sjellja e mirë me njerëzit, që për një pjesë prej nesh nuk është aq e rëndësishme. Nuk i kushtojnë aq rëndësi raportit me njerëzit. Edhe marrëdhënia me njerëzit Zoti na ruaj. Kur e kanë pyet profetin alayhi salatu wasalam, i kanë thënë, kush do të jetë më pranë teje o i dërguari i Allahut në xhenet? Ka thënë, ahasinuhum akhlaqa. Ata që moralin më të mirë e kanë do të jenë bashkë me Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, më pranë profetit sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Ka thënë një nga dietarët e Islamit, Ibnul Qayyim el-Jauziye. Profeti thot në këtë hadith ka përmbledh, thot, devotshmërinë dhe moralin e mirë, devotshmërinë dhe moralin e mirë. E para të bën dashur tek Allahu xhelle shanuhu, e dyta të bën dashur në zemrat e njerëzve dhe ke fitu edhe ahiretin edhe dynjan me lejen e Allahut xhelle shanuhu. Lut Zotin të na falë, të na mëshiroj. Amin. Thotë i dërguari i Allahut, me të vërtetë thot dynjaja thot është për 4 persona. Me çfarë kuptimi? Me kuptimin që 4 lloj njerëzish ka në dynja. I pari, thot profeti alayhi salatu wasalam, është një person që Zoti xhelle shanuhu i dha dijen edhe i dha pasurinë.
Dhe ai me dijen, pra me udhëzimin, që i ka hapë Zoti xhaleshanu zemrën dija dobishme, që i ka hapë Allahu shpirtin, që mendon mirë, edhe reflekton mirë, edhe udhëzon shpirtin edhe veten e tij për mirë, veprat e tjera jetën e tij e udhëzon për mirë. E përdor thot pasurinë, thot e fiton halal, edhe e çon halal në forma dinjitoze, e përdor për mirë. E ky është i dashur i Allahut. Kesh edhe dijen e mirë dhe udhëzimin e mirë, dhe të mundohesh që jetën tënde ta orientosh tek e mira, dhe të t'japi Allahu xhaleshanu mundësi ekonomike, dhe ti përveç që e merr halal dhe e çon halal, edhe ke mundësi me ndihmu, bën një sadaka ose bën një vepër, një humanizëm, një bamirësi, e jeton jetën halal dhe ke fituar edhe dynjan edhe ke fituar edhe ahiretin me lejen e Allahu xhaleshanu. I dyti thot profeti alayhi salatu wassalam, është një person i ka dhënë Allahu xhaleshanu dijen ose udhëzimin, por nuk i ka dhënë pasuri. Ai e orienton jetën e tij aty ku don Zoti xhaleshanu. Dhe me atë faktin që nuk ka pasuri, thot, o Zot, thot, sikur të kisha, thot, o Allah, me shpirt, sikur të më jepshin mua, thot, o Allah. Unë do bëja, thot, siç bën ky i pari, pra do bëja mirë, do e çoja në halal, do e çoja në veprat mira. E ka me aq shpirt dhe me aq sinqeritet sa që Allahu xhaleshanu thot do t'i japi thot shpërblimin e atij të parit. Pa nxjerr as i lek se nuk ka lek. Pa nxjerr as i lek, pa bo as i vepër, vetëm dëshira që ka në shpirt që është e zjarr dhe që e mendon të mirën. Imagjino e ka niyetin për mirë. Dhe po ta kishte Zoti xhaleshanu din që ai do ta bënte, Allahu thot ky thot është ngradh si i pari thot. Shi sa rëndësishme është ta ushqesh veten me të mirën. Sa rëndësishme është që të mendosh mirë, edhe të kesh niyetin e mirë, edhe të mundohesh pra me qëllimet e tua të jesh pozitiv. Ndërsa i treti thot profeti alayhi salatu wassalam, është një person thot që nuk ka as dijen, pra as udhëzimin dhe ka pasuri. Dhe ai thot e merr në haram, e çon në haram, jeton thot një jetë thot pa pikë rregulli, pa pikë gjë, nuk ka frikë Zotit. Nuk ka frikë asgjë. Jeton e shef si mundësi të vetme, dhe bëj çat bëj, nuk ka rregulla, nuk ka korniza, nuk ka shina. E ky thot është njeriu modeli më i keq i mundshëm Zoti na ruaj. Por është edhe një katërt e çuditshme, që Allahu xhaleshanu nuk i ka dhënë dije, as pasuri. Nuk ka as dije, pra nuk ka udhëzim dhe as pasuri. Dhe ky thot, ky e mendon e shef këtë tjetrin që ju ka bos provë, që po pisliqe me lekët e tij, që jeton një jetë shturur, që jeton një jetë që ju ka bos provë të rinjve dhe të rejave, e thot sikur të kisha unë, thot vetëm se s'kam, thot se po të kisha, edhe unë nuk e se ky do boja, thot. Ky thot vetëm se u shehu veten, edhe ka me aq pasion të keqen, vetëm se e pengoj që s'ka, nuk ka me e po. Ama do t'a bote. Janë njësoj, thot profeti alayhi salatu wassalam, Zoti na ruaj. Shifi sa rëndësishme është që neve t'i ushqejmë vetet tona, t'i ushqejmë familjet tona, njerëzit tonë, t'i ushqejmë tjerët në mendive pozitive dhe t'i nxisim për tek e mira. Njeriu me niyetin e tij mund të fitojë gradat e larta tek Allahu xhaleshanu. Me niyetin e tij. Ja din Zoti dhe ja gjen që e ka të sinqert dhe mund t'ia shkruaj sevap ato që kanë jetën e tij. Mase nuk e arrin diçka, po niyetin e ka. Ka shumë e shumë tekste që e tregojnë këtë gjë. Kjo është për mirësisë Allahu xhaleshanu. Elus Allahu xhaleshanu të na falë dhe na mëshirojë. Elus Zotin xhaleshanu të na orientojë gjithmonë më shumë për tek më e mira. O Allah, ty të lutem ja Allah. Pranoj lutjet tona, pranoj veprat tona, na bëjnë të sinqertë o Zot, na shto dashurinë për Kur'anin, për fjalën tënde, për udhëzimin tënd. O Allah, ty të lutemi na tregon të mirën të mirë dhe na shto neve dashurinë për të. Na tregon të keqen të keqe, ja Allah, na e qartëso të keqen si të keqe dhe na largon e prej saj dhe na e shto neve urrejtjen edhe largimin prej saj, ja Allah. O Zot, pasi na ju udhëzove zemrat tona dhe mendjet tona dhe shpirtrat tona, mos i devijo ato, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na shtone dashurinë për ty, për ata cilët të duan ty, ja Allah, dhe kur, o Zot, mos lejo që zemrat tona të kenë urrejtje, të kenë smije dhe të kenë zili për njëri tjetrin, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na falni, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët,
آمين وصلى الله على سيدنا محمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة